Një person ka mbetur i plagosur me armëzjarri pas ditën e së dielës në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur tek rreth rrotullimi i Çoles në lagje 24 maj. Mësohet se i plagosur ka mbetur 27 vjeçari me inicialet KL, i cili ka marrë një plumb në pjesën e kofshës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se autori, 55 vjeçari me inicialet TA, mbas sulmit me armëzjarri, është larguar me shpejtësi nga ngjarja. Policia dhe grupi jetimor po punojnë për kapjen e autorit si dhe zbardhjen e plotë të këtij rasti. Në njoftimin shpërndar mediave, Policia e Vlorës bën me dije se rreth orës 18:30 të së dielës në lagje 24 maj, dyshohet se mbas një konflikti ndërmjet shtetasëve TA, 55 vjeç dhe KL 27 vjeç, ka mbetur i plagosur me armëzjarri në këmbë shtetasi KL. Shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe vijojnë kontrollet intensive për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit TA, autorit të dyshuar të plagosjes. Shtetasi KL ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi jetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimi ligjor të ngjarjes.